Shege kuqe plot lule, moj gjanja plot lule. Opa, 5.000 lekë, opa. Vale, jo shega. Hari gjithë mira. Jam pa fjalë. Ja, bas, e të kam bërë. Miq, e di që do na keni zili. Këto janë vadhe. Vadhe quhet? Po. Vadhe labe. Kjo hahet. Ç'ka pema këto? Kjo nuk hahet. Kjo këtu nuk hahet. Është pa pjekur. Kurse kjo për gjithë ata që e njohin, Gjanja ranë për dhe, pryti hera, ranë për dhe, moj gjanja ranë për dhe. Hajde gëzuar, nise na erë në shpira tona, edhe kështu qoftë të këtu me kujtoni histori tona. Edhe shumë faleminderit. janë histori shumë bukur. Jo, nga kemi ardhur ne dhe gjithë ata që na ndjekin duhet të ndjekin gjurmët tuaja për sakrifica, sepse me këtë mendje që ka rinia sot ka për ngel fshati bosh. Natë kemi dy, natë kemi. Kemi dalë katun, natyrë. Jemi në Gramsh, në fshatin Lubin, domethënë, dhe është rruga dikur ka lidhur Gramshin me Beratin, por me ndryshimet e reja të njësive administrative, të zhvillimit që po merr Shqipëria sipas atyre që ne na drejtojnë, nuk e kanë kaluar këtë rrugën, por e kanë kaluar si mera nga Kina, nga Razmali Tomori dhe e kanë nxjerrë në Berat. Kjo është rruga e vjetër nacionale Berat-Gramsh ose Gramsh-Berat. Jemi me Ganin, një prej banorëve të zonës, i cili do të na flasi për fshatin, vendlindjen e tij, historikun dhe te fshati i cili ka lindur Ganiu, është mbyllur dhe shkolla. Apo jo? Këtë vit. Po, këtë vit është mbyllur shkolla. Ky është sukses i madh për fshatin, besoj. Urime. Mund të jetë mbase fillimi, po, nuk po themi tragjedi, por një fatkeqësi është faktikisht, sepse mund të jetë fillimi një përrugtimi të zhdukjes, po ta quajmë të fshatit. Si çdo fshat i Shqipërisë, edhe fshati juaj, i cili për sa banorësh bëhet, sa familje ka në fshat? Po, ka rreth 120 familje, si familje, mirë po lindje nuk ka, fëmijë të vegjël nuk ka, dhe për pasojë është mbyllur dhe shkolla. Do flasim më pas hapi, do shkojmë edhe në fshat. Këtu tani ku jemi? Tani vendi quhet Qafa e Shëmtithit. Nëse do ta bëjmë një shpjegim nga ana gjeografike, ne ndodhemi në gjysmën e rrjedhës së lumit Devoll, në anën perëndimore të qytetit Gramshit, në lartësinë 500 metra mbi nivelin e detit. Sa i saktë që është për fshatin më. Kjo është Qafa e Shëmtithit, siç e tham, ku ndahen rrugët për në Lubinj dhe rruga vazhdon drejt komunës Sult në anën veriore të zonës Sulovës, dhe në anën perëndimore është rruga që shkon në komunën Tunj, edhe siç e thatë ju, rruga e vjetër që përfundon në Berat. Pra Tunj, Janç, Berat. Po. Pra ne do udhëtojmë rreth 2 kilometër për të arritur në fshatin Lubinj, cilin do ta shpjegojmë hap pas hapi. Ecim se kemi punë për të bërë. Herët, kjo është mbase nga rrugët antike të zonës, pra në kodrat e Sulovës, në lartësi 900 metra ndodhet kalaja e Ermënjit, që dikur sipas gërmimeve arkeologjike ka pas shërbyer si një lloj dogane mes fiseve të hershme ilire të Beratit, edhe fiseve që ndodheshin në rajonin e Korçës. Pra kjo kala ka pas shërbyer si një tip dogane mes këtyre fiseve,
Edhe kjo ka qenë pra rruga antike që lidhte Beratin e sotëm me rajonin e Korçës. Pas gjithë peripecive të rrugës, me gropa, me gur, me balt, me luc, me ujë, mbërritëm në qendër të fshatit Lubinj. Sa banor kishte fshati këtu the? Banor janë shumë, po si familje janë rreth 120 familje. 20 familje. Si ka lindur krijimi i fshatit? Nga kanë ardhur, kanë qenë vendalinj të hershëm. Po, Na bën një panoramë ose një historik të nisës si fshatit. emër Lubinja, emri Lubinj gjendet në disa vende të ndryshme të Ballkanit, faktikisht. Gjendet në Kosovë, në Malzi, në Bosnjë. Dhe kuptimin e emrit nuk është se e di fiks, se nuk e kam gjetë domethënë se çfarë do të thotë Lubinj. Ndërsa si vendodhje, si mbas legjendes, fshati ka ardhur diku nga periudha mesjetare. Më herët ka qenë vendosur në disa kodra ku ne ndaluam në fillim. Vendi quhej Katundi i Vjetër, po për shkak të një murtaje, pra sipas gojdhënës, pra sipas legjendës, për shkak të një murtaje që ka rënë e ka shfarosur të gjithë banorët edhe për shkak të sëmundjes janë larguar. Është edhe një toponim që quhet Stani i Murtajes. Stani Murtajes, të cilët banorët cilët janë strehuar atje dhe janë gjendur mbas 5-6 muaj mbasi është rehabilituar gjendja, janë gjetur të gjithë të vdekur pra nga murtaja dhe emri mbeti Stani Murtajes. Nga ajo kohë në vazhdim, pra Lubinja rrithemelohet në këtë vend. Ka një histori pse quhet pikërisht Lubinj. Emrin Lubinj si etimologji nuk është se e kemi gjetur fiks çfarë do të thotë diçka e tillë domethënë. Lubinj. Thashë ky emër është i përhapur në disa zona të ndryshme të Ballkanit. Pra këtu ka pasur theti dyqane, ka pasur në kohën fshati thashë ndërtohet në periudhën mesetare, fillon ndërtohet këtu ku është në disa lagje të ndryshme dhe në mbas luftës së dytë botërore, si duket për shkak të politikave të kohës, janë mbledhur dhe janë ndërtuar në këtë zonë. Pra në këtë fshat është rindërtuar fshati me Pak shumë ka qenë si një qendër për gjithë rrethinat. Në këtë vend ku ndodhemi tani është ansambli, po themi, periudhës komuniste, që do të thotë që i ka të gjitha komoditetet e kohës, si duke filluar nga materniteti i fshatit, është ajo qendra shëndetësore. Ajo atje është materniteti. Shkojmë. Kjo është ndërtesa këtu është qendra shëndetësore e fshatit dhe pikërisht kjo dera këtu është materniteti në cilin kam lindur dhe unë, domethënë. Ti ke lindur këtu? Në 1985 kjo ka qenë funksional. Këtu brenda kam lindur unë. Kjo ka qenë materniteti i fshatit. Infermiera e fshatit ka qenë Bajame Boçi, e cila ka ndruar jetë tashmë, domethënë prej moshës. Dhe siç po thoja, këtu ndodhemi në ansamblin e periudhës komuniste, pra në fshat u ndërtua qendra shëndetësore, vatra e kulturës, shkolla, zyrat e këshillit, magazina e drithit, furra, menca e punëtorëve. Gjitha këto përkthehen në forca punëtore, të cilët punonin nga fshati dhe kishin një lloj ulëzimi. Po, funksionante goxha mirë për periudhën, domethënë. Jemi në shkollën e Lubinjës. Dikur rreth 120 fëmijë. Sot është vetëm ky top i kalbur dhe improvizimi që ne i bëm me këtë zilen, por që tingut e kësaj bjen në vesh shurdhër. Këtu është hyrja e shkollës aktuale. Po. Në këtë vend këtu, ku është sot ky lokali, ka qenë shkolla e vjetër e fshatit. Shkolla fillimisht
4 vjeçare, pastaj është bërë shkollë me cikël 8 vjeçar. Kjo ndërtesa këto. Jo kjo ndërtesa, në këtë vend pra. Ka qenë shkollë e mbuluar me rasa guri. Deri kur në vitet 75-80 është bërë ndërtimi i shkollës së re të fshatit. Është shkollë me 12 klasa mësimi. Ky këtu ka qenë, domethënë, rituali jon i mëngjesit. Ky ka qenë vendi i pusit ku ne prisnim mësuesët. Edhe shikonim atje, do vim mësuesët, s'do vim mësuesët. Kur s'vinin mësuesi gëzonit. Kur nuk vinin mësuesit ishte ditë feste normalisht. Edhe nuk është se kishte njoftime me telefon që do vim, s'do vim. Ne thjesht shikonim atë, ishim fëmijë të vegjël, kupton? Ajo ishte larg pamësia. Ajo kthesa atje ishte pika jone e kontaktit me mësuesit, pra. Nëse mësuesit dilnin atje, ne trishtoheshim. Mos do kemi mësim sot. Nëse atje nuk dilte njëri, ne ishim të gëzuar, domethënë, dhe iknim në shtëpi. Pa ky ishte vendi ku ne prisnim mësuesit. Edhe pastaj vazhdonim te shkolla. Pra po thoya që këtu ka qenë pusi i fshatit, është një foto e vjetër. Ku është pusi këtu? Altin, ky është pusi. Ky është një foto e viteve rreth 8 vjet. Kjo foto është e bërë nëse mund të ndryshojmë këndin, pra ky është pusi për cilin ne po themi, po flasim. Ky është fikс ku jemi ne tani. Ndërsa nxënësit ndodhen diku aty, para portës shkollës. Para portës aktuale, ndodhen është shkrepur kjo fotografi. Në sfond është pusi. Pusi është këtu mbrapa nesh. Kjo pra është një foto e viteve 80. Jetë klasë e parë? Jo, viteve 80 janë dy vëllezërit e mi, janë kushërinjt, janë dy klase, klasa e parë dhe klasa e tretë. Kjo më duket se quhej mësuese Maria, nuk e di të sigurt. Pa kaq shumë nxënës kishte atëherë. Kjo është në vitin 98-99. Pra kjo është një foto atëherë mes shkollave, këtu jemi në komunën Tunj. Mes shkollave bëheshin disa gara sportive, Spartakiada. Ne jemi djemt që do luanim volejboll edhe futboll nga shkolla e Lubinjës. Të gjëm ku gani këtu. Unë jam këtu. Jo. Në klasë 7. Si Gjermon? Si Gjermon. Edhe ky është mësuesi jon nga fshati, mësues Zyferi quhej, i cili na shoqëronte në komunën tonë, komunën Tunj, për të marrë pjesën për këto lojrat lojrat mes shkollave. Këtu ka shumë situata komike, për shembull, ne luanim futboll te kjo fusha, kjo ka qenë fushë e shtruar me çakull faktikisht. Me çakull dhe ne luanim zbathër. Topi jon kalonte herë nga atë familje ande, e cila na jepte topin sa po binte, herë në një familje tjetër, e cila nuk na jepte. Nëse topi binte tek njëra prej këtyre, tek e familja tjetër. Po pse s'u jepnin? Po tani tek ata. Ato ishin ne themi shoqyrë që ka qenë, sepse kur i kujtojmë ka qenë goxha komike. Nëse topi binte atje nuk mund ta merrnim. Pra shkolla është Urdhëro, shiko sa kohë ka ky top pa u lëvizur. Shiko si është mbushur, domethënë. Mund të ketë mbase një vit. Pa prekur. Pa u prekur, është mbushur topi. S'kan luajtur fëmijët. Prishe folen atyre milingonave. Ta lëvizim? Po. Ky është oborri i shkollës, domethënë. Unë kam marrë diçka për të bërë një improvizim se si pas ka çantën plot. Po me relike. Do hapim shkollën sot. Ai ka qenë rituali i mbledhjes së nxënësve pra në mëngjes. Kjo ka qenë oborri ku rreshtoheshin nxënësit. Klasa e parë ka qenë në këtë krah, nuk e di pse vendoseshin në krahun e djathtë, dhe klasa e 8 vendosej atje në fund, domethënë klasa e para, e dyta, e treta me radhë. Sipas radhës. Dhe në fillim të rreshtit ishte nxënësi më i gjatë, në fund të rreshtit nxënësi më i shkurtër. Ju the ishin rreth si ushtar, domethënë duar drejt, duart jon xhepa jashtë. Gjithë mësuesit ishin aty rresht më përpara. Me rregull dhe me disiplinë. Po, mësuesi lexonte
thërriste emrat për çdo klas. Kush mungon e kështu mbahesh, bëj raporti në mëngjes dhe pastaj fillonte hyrja në shkollë. Apo këndoj himni i flamurit çdo mëngjes këndoj himni i flamurit. Tash gjithë këto kërkesa që në pikë mëngjesit pa u fut shkollë, Pa u futur. do rreshtohesh në Bëj rresh, do apeli. këndosh himnin e flamurit. Nga kanë ikë nxënësit tua vëlla. Jo, po ishte disiplinë, bëheshin vije domethënë njeri i egër, dilje njeri nga shkolla. Ishte mënyra edukimi. Pasi bëj apeli, domethënë merreshin mungesat që në rresht, pa hyrë në klas, fillonin hynin në shkollë, klasat e para, fillim, e dyta e treta deri ke klasa e teta. Kjo është plakati i shkollës. Shkolla për Republika e Shqipërisë, shkolla në 9 vjeçare, Sabri Salla Lubin. Çka ka qenë ky Sabri Salla? Sabri Salla është dëshmori i fshatit. Pra thuhet që ka qenë partizan, nuk e kemi normalisht që nuk e kemi. Nuk po them që mund ta njohësh, po thjesht Është dëshmori i fshatit Lubin, pra është vrarë në vitet 45 mbase nga këto ndjekjet e kohës. Më herët kjo ka qenë quajtur shkolla në infrashi. Unë do të tregoj diçka interesante ta marr. prapë çanta. Po. S'kemi mbaruar. Kemi punë. Tani unë kam marrë 2 relige për 2 arsye. E para është kjo. Çfarë është kjo? Ky është një libër që kanë qenë pjesë e bibliotekës së shkollës. Dhe çdo libër ka pas një vulë, nëse shef. Një vula e shkollës, pra Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, shkolla 8 vjeçare Naim Frashëri, Lubin. Pra dikur ka qenë shkolla me emërtimin Naim Frashëri. Më vonë është vënë emri i dëshmorit të fshatit Sabri Salla. Ç'është ky libër? Është një libër për fëmijë, Komisari Mema. Unë gjithmonë këto librat me Partizani kam pas qef dhe i kam pastruar. Po ku i kam gjetur unë këto libra? Po. Në vitin 97, kjo shkollë ka qenë shkatëruar. Kupton, në 97 ka qenë shkatëruar totalisht. Dhe biblioteka e shkollës pati mbetur në jashtë, në shi, edhe çatia u doq, u ran komplet, dhe ne i ruajtëm këto libra, pra. I morëm librat, i ruajtëm. Un kam disa të tilla që i kam ruajtur dhe 2 ishin këto, i mora vetëm për relige. Domethënë njëra ishte kjo që tregonte atë vulën. Është ky libër tjetër, i cili ka emrat të nxënësve që kanë qenë ato vite. Për shembull, i thot Bledar Avdiu, viti 1980. Ktu ishte një diçka, merre libri nga biblioteka, me anë të një regjistri, pra shënoje, bëje kërkesë në biblioteka. Po, shënoje emri i nxënësit që e merr, ditën që e merr dhe ditën kur do e kthente, dhe kur dhe e kthente. Ndërkohë ato kanë qenë nxënës të vegjël, e merrnin, ka pas shënuar emrin, që Bledar Avdiu. Po, ka qenë nxënës në vitin 1980. Ka emra tjerë, për shembull Në çdo faqe nga një emër. Etleva Salla, klasa e 6, viti 90-91. Saush Boçi, e ka pas marrë, ka lexuar. Banor të zonës, e kupton? Që kanë qenë nxënës tek kjo shkollë. Po. Këto ishin dy gjëra interesante. Super interesante. Dhe tani s'ngelet gjë tjetër vetëm se të bëjnë fole zogjt dhe kokomjashkat nëpër. Po, është mbyllur, nuk thehet më. Mësuesi i parë ishte Sabri Toçila, ka qenë mësuesi klasës parë. Është nga fshati, ja. Më vonë ka qenë mësuesi i ciklit tullit, pra i merrte nxënësit nga klasa e parë, i çonte në klasë të 4. Për arsye se në ato vite që larguar nga këtu pati ikë në një qytet tjetër, kur ishim në klasë 3, na lanë dhe në klasë 4 ne ka qenë dhe periudhë goxha e rënd tranzicioni faktikisht, nëse si kemi arritur që të mësojmë. Po pra, vitet e 90-ta. Dhe në klasë 4 ne na ka pas marrë një mësues tjetër, që na çoi, pra që na mbylli klasën e 4, kemi ndruar 3 mësues për një vit. Në klasë 5 pastaj ne kalonim sistem tjetër, kalonim sistem mësues për lënd. Pra kishim 5-6 mësues, nga klasa e 5 deri në klasë të 8. Njëri nga këta mësuesit janë shumë, për shembull ishte drejtori i shkollës në ato kohë Sybi Karaj, që na jepte mësim. Mësues të tjerë, ai që ka qenë një ndër mësuesit e veçantë ishte
ne i qunim mësues, nuk i thonim as profesor, as presor, i qunim mësues. Ishte Recep Hida, mësuesi Recep Hida na jepte shumë lëndë faktikisht. Letërsi na ka dhënë, biologji mund të jepte këto lënda shoqërore, edukat, muzikën, na jepte edhe vizatimin. Edhe ai është ndër mësuesit që më ka shtyr mua për vazhduar karrierën. Për vazhduar shkollën e liceun artistik, edhe pastaj akademin, po ai ishte mësuesi, domethënë që motivues, thua për kohën. Ai kishte edhe një fenomen, nuk di çfarë sjellje të tillë bënte që të gjithë nxënësit rrinin rreth mësuesit. Do të tregoj diçka interesante më këtë cepi këtu, se ishin dimrat goxha të ftohta domethënë. Po binte bor këto apo? Binte bor, patjetër mbushje me bor dhe ky këndi këtu, edhe po ta shohësh edhe në këtë orar, se në këtë orar sa është ora tani? Tani mbas është pak ora 11 fiks. Në këtë orar pak a shumë ishte pushimi i gjatë. Po. Në këtë orar që jemi tani ora 11 e drekës, në këtë pjesë këtu ishte diell, pra sado që ishte ftohtë, kishte këndi më i ngrohtë, ashtu edhe mësues Rexhepi kishte këtë qëndrim, domethënë. Gjithmonë rrinë kështu. Kishte një radio dore, e mbante këtu. Çfarë mund të dëgjonte me radio dore, domethënë atëherë nuk e di në një lajm ose në një muzikë. Dhe 50 nxënës që rrinë kështu. Radio dore, mësuesi këtu domethënë, mësuesi Rexhepi. Pra ka qenë iPhone i kohës. Shiko, bëhet fjalë në vitet 98, a? Të kishte pozicionin e vet ai që rrinte këtu, se ishte pak ngrohtë pra nga dielli dhe nxënësit që rrotulloheshin këtu. Nuk kaloni gardhin nxënësit ikin. Nxënësit ikin, në pushim gjatë shkonin me vrap, merrnin bukën në shtëpi, vinin, edhe ishin. Jemi me kryeplakun e fshatit Lubinj, i cili do na flasi për problematikat të cilat ndodhet ky fshat dhe ku po shkon. Pra, ka një dritë në fund tunelit për zhvillim, për ecje të fshatit? Fshati jonë ka qenë fshati më i zhvilluar në gjithë Slovën. Edhe këtë e dinë të gjithë, edhe zhvillimi që ka patur ky, aktivitetet që ka patur, aktivitetet që bëshin këtu, nuk bëshin as me event. Mi tash koha dhe bëri këtë që fëmijët na ikën. Ca kur bet, sa në Tiranë, ca këtej në shkollat, të jetë më të mirë. Çfarë aktivitetesh bëheshin në fshatin tuaj? Këtu, përpara, ne këtu prodhoshim qeshin. Qeshia jonë ka qenë kampion gjithë Shqipërinë. Vinë na këtu, vinë në Tiranë dhe gjithë. Na është u graduar, ikën njerëzit, u la pas dora, domethënë, sepse nuk punojnë dot pleqt. Çka ka qenë shkaku që kanë ikur njerëzit? Shkaku ka qenë kjo, sepse për një jetë më të mirë, për të ardhur s'kishin të plotsonin dot kushtet. Unë kam 4 fëmijë për shembull, 4 çuna dhe ngocë në Tiranë, i kam Tiranë. Kanë ikur sepse këtu si plotsonin dot dëshirën. Edhe tash kështu edhe si mua janë gjithë tjerë. U shkolla u mbyll, sepse edhe shkolla ka po spati nxënës do mbyllet. Edhe fiksi këta 5 ditë, ndonjë intervistë. Edhe thash, unë shpjell më me ndetë e. Se dëshë do të bësh ti lidhjen këtu fëmijë, nuk vi fëmijët. Ata martiniteti ishte shkatëruar. Bravo. Edhe kur erdhi një natë për shembull këtu te shkolla, edhe ja 2 familje po patën ca fëmijë. Ne u shtull më atje, thamë edhe fëmijët, u gjallëri kështu. Ka një farë kështu, nuk ka. Këtu ka gjallëri vetëm në çtunë në një diele. Po, shumë diele ku vina një ardh, nuk ka. Cilat janë pikat turistike që ka Lubinja ose zona? Ne kemi për shembull Kalan, Ermanj. Një. Kemi pastaj janë këta gjëra pika që i themi ne, sa vende që i themi ne, sa ishi vend këtej na rke kupës i themi ne, janë sa gjurmë të rrugës e ta bravo, janë sa gjurmë kush, janë bërë shumë gura, janë bërë ka ngelur gjurma kalit atje në gur? Gur, ja, ti dhe kanë ju. Është kjo diçka, kjo janë sa gjëra kështu. Flitet për një vend që ka qenë det aty dhe kanë ato ganxot e detit që mashin ato raport. Ka qenë deti deri këtu afër fshatit tuaj? Është një vend këtu, edhe thuan pleqt parë që aty ka qenë det. Edhe janë ganxot dhe sot ka ardhur bregu i detit ka qenë këtu afër fshatit tuaj? Se ka dhëna që ka qenë deti thon deri në Tomor. Po. Ai ka qenë aty në shenja. Sa shenjat e kanë kështu, po. Shikojmë, të ardhmen themi do të ashtu. Do të përmirësohen. Sa vjeç jeni ju? Unë jam 65 vjeç. Pra ju keni lindur në Lubinj dhe keni rritur deri këtu.
Kemi parë të gjitha ato të mjetë. Keni qenë muzikant i fshatit. Po, Laver Bariu i Gramshit. unë zëm nisë e i binde gënes, 2 vlezët që në mojnë televiz për para. Ju e di keni më së miri se kush martohet dhe kush në. Kemi të gjitha ato, edhe jemi knaqëm, me thënë drejtë, për tash, dasmë ja bora 10 djalit tash unë, para një javë, me të gjë bora së Dove në qik vetë? Po, vetë këndoj. Si ja kaluat? Qa shkela? Jap gaz. Ku po shkon? Do zem rakin e rushit. Do zesh rakin e rush. Do zem rushin do bëjmë rakin më sak. Pi rakin këtu zonën tuaj apo jo? Se mos jap gazun dhe iki. Nuk ikën ajo. Ashtë. Sa raki prodhon vit? 4 kujtal, 5 kujtal, varë. Sa rush ke? 4 dylym. 4 dylym rush. Po. E pi vet apo? E shesim kur gjem. Kur gjem tregi. Çik vështirë me tregun, po. Espresso mila. Tani që fiku sigurova që sikën më. Si është me tregun e rushit? Vështirë jo me tregun e rushit, po për gjitha. Cilat janë vështirësitë që ti has, duke qenë se mundohesh të punosh te toka me këtë mjetin tënd? Vështirësitë janë se kostot janë shumë të larta. Prodhimi herë shitet atë ku shitet me kostot ul. Ta thonë që juve që punoni tokën e keni naftën e keni. Dakor, po sa e kemi pleun. A e merrni subvencionin e naftës? Kemi marrë një 2-3 vjet po. Kush janë vështirësitë e tjera që has? Gjitha llojet. Mendon një thuaj që më mirë po e prodhoj atë rakin po e pi vetë se sa. Jo, këtu. Ajo që mendoj unë është më mirë t'i lorë gjitha dhe mos merresh më me bujqësin. S'javle. Ju jeni pa martuar? Po, e pa martuar. Kush është arsye që jeni pa martuar? Po çfarë si e ka ajo tani? Është kjo që thot zotëria që s'ka nuse në fshat. Po, jo, tani fshatrat janë shkretuar jo vetëm këtu, fshatrat janë shkretuar gjithandej. Sa bashkëpunëtar kanë në zonën tuaj këtu që janë pa martuar? Për shkak të terrenit, kushteve. Rreth 45 veta? Ndoshta. Pasa nge pa punë edhe. Po nuk është vetëm ajo arsye, por se Kush është? problemi është se këtu nuk është vështirë për të jetuar, nuk jetohet më. Në shteti si kthen syt nga fshati. Fare. Tani ti rrugën e ke parë. Erdha. Ashtu edhe këto vështirësitë e tjera po t'i tregoj unë pak a shumë. Pra gjitha fshatrat e Shqipërisë lëngojnë për një rrugë. Normal. Zotëria sapo tha pak më parë që këtu ka qenë zona me maternitet, me zhvillim, me Po. Mu them fshati i parë në gjithë Sulovën. Këtu ka qenë. Fshati më zhvilluar. Edhe avash me mbylljen e shkollës ka ngelur i fundit. Ej me herë një rast tregoj ty unë, më qenë se këtë djali këtu. Me event, vata mësa ai boti për i nuse, e kisha timin. Edhe vajta për t'i bërë. Pritë se fort kjo. Fal. Doje kështu. Ta ndihmoja. Dole del priti. Dojet merri atletet. Ai fal kpuc. Po jo atlete, po do ta ndihmoja. Edhe kputa llafet me gosën e i kputa të gjitha. Edhe sa për të ndarë, po ikja. Ashtu që su bë. Që unë ishem fshat, po tha rrin qytet. Sa shumë rrin qytet. Se ashtu duan ato. Mirë. A ti e gënjeve the që rrin qytet? Ajo. Dhëndri theti rrin qytet. Qytet dhe fshat, e kupton ti? Mi po unë thash rria nesër, nuk duan vinë këtu. Po. Është mirë, unë da me atë mikun e me dorë qaf, është fort ja. Ku po ikë unë kjo gjatë që tha, mbale, fale një minuta një pyetje tha. Ha vërta. Ai djali tha, ka tokë fshat? Ka më sot dush, le që pati ka për tjera, nuk bëhet tha. Pse? Nuk bëhet se ati punon fshat prapë ai, as diki tha. Çfarë them? U kput u prish. Ja, a shikoj? Do të rri fshat njëri. Ai kjo është një gjë që jo si kjo, për rast po të gjithë. Ka çuna ato ti po vjen 30 vjeç. S'po jenu se s'ka fema këtu. Ku do vijë? Do janë ato, do maj shtëpi, do maj plan të marrë atje këtu ai do vijë. Më shumë keq. I vetmi mjet që ju përdorni për transport publik dhe privat, apo jo? Unë për vetë makinës e ngaz dot. Këtë e nget? Këtu e ngasëm. Sa harxhon kjo? Kjo do për të ngronë. Bar tagji. Sa harxhon? Sa hap? Një ball në ditë, si e ka kjo? Një ball në javë. Një ball në javë. Për çfarë përdor zakonisht gomari? Për punë, për dru, për po maj rusht. Me këtë ti transporton rushi? Sa rush prodhon? Prodhoj 10 bidona, 20 kumtale. Sa ra ke nxjerrin ato? Po nxjerrin ato 2 kumtale gjysmë, 3.
Ja vlen barra që ranë? Po, që të bësh? Apo e keni thjesht si një mjet jetese, domethënë që ti të shtysh ditën. Po, jemi prapur shumë, kemi ullinj, kemi qershi, rrush. Si duket fshati? Po rritet apo po vdes? Fshati mirë është. Mirë është. Për ne po, për moshën e madhe, po. Ne po themi për të ardhmen për tesë, shoh aty rrënoja që kanë rënë për shembull. Po s'ka njerëz, kanë ikur njerëzit, ajo ka qenë në shtëpilindje. Shtëpilindje. Aty keni lind gjithë ju. Jo, ka lindur fëmit. Ti vetë ke lindur aty? Jo. Ku ke lindur? Shtëpi, tu, në Lubija. Ke lindur në shtëpi? Të jam I mathur. Po pse si ishte martenitet në atë kohë që lindur ti? Ja, unë jam 59-ta. Në kohën tuaj lindjet bëheshin në shtëpi, apo? Po. Po, hajde më hajde vigje këtu Çuni ka lindur aty. Aty, Tani është shkreu çdo gjë. Po. Fshati po nga dita në ditë po ikin njerëzit. Në shkatrimi. Se s'ka punë. Nga smon këtu të vret? Jo. Është urtaj. Si e ka emrin? Gomari thëmë. Gomari thëmë. Po bisha, lodhës një qika për jo? Shiko me I natë. Këtë ke Benz, këtë ke X5, këtë ke 6.3 AMG. Makina ka quni 2. Ti ke 2 gomarë, abe? Një ka më. Ti I gomarë quni 2 makina. Një e ka në Gjermani, një e ka këtu. Edhe me atë vjen deri në Gram, se këtu në fshat s'vjen. Jo, në shtëpi e ka makinë. Vjen deri këtu, pas ka. Në shtëpi e ka makinë. Jo, thot, nuk vinë dot rruga, thot. Po. Rruga duhet të shtruar. Ju ka dhënë llafin apo jo? Llafi na ka thonë, po Për kë votoni më shumë këtu në e fshat? thona me të bërë në larkë. Për kë votoni ju këtu? Këtu me pësën. Me pësën. Edhe prapë so ka sjell rrugën. Akoma. Tani, që kur keni lindur ju deri sot, rruga ka qenë më mirë apo më keq? Aty, një lloj. Njerë më mirë, njerë më keq. 13 vjet se soll do të rrugën këtu këta sa 13 kilometra I bie 1 kilometër në vit. E di vetë ata. Këtu në fshat zjeni për gardhet Jo, nuk zjeni. apo s'ka I shumë toka sa për të zënë për gardhet. Po shturp zjesh për tokat. Sa ka përcjell këtë tokë do përcjellin. Po kur thon për shembull pse u fut gomarit te toka im. Pse shpëtoi? I thuaj, nuk I thuaj I ka kërkoj llogari gomarit. Është keq kur e lëshon me dashje. Natë kemi dy, natë kemi. Si ndihesh kur shikon që dita ditës fshati fillon të degradon, ikën rinia? Nuk ndjemi mirë sepse kemi mbetur të vetmuar, ngrohtësinë e fëmijëve, të nipra të mbesa sa kemi. Kanë ikur gjithë. Kanë ikur jashtë shtetit për një mirëqenie më të mirë. Këtu s'ka kushte. Punësim nuk ka. Edhe kështu që janë detyruar. Vojtim shumë, mosha e 3 tani ka ngel vetëm. Duke ikur të rinjt kanë ikur s'ka fëmijë më, është mbyllur shkolla. Në rinin tuaj, sa fëmijë ka pas shkolla? Në kohë shumë përpara ka pasur një popullsi prej 650 frymësh, 115 shtëpi dhe gati 120 nxënës. Sot nuk ka asnjë aktualisht, është mbyllur shkolla. 120 nxënës dhe është mbyllur shkolla. Po, s'ka asnjë nxënës më shkollë. Për të qarë është, po s'kemi ç'a bëjmë, se mosha e re prodhuese ka ikur. Pra ky është një këmban alarmi për shfarrosin e fshatit, le të themi. Tani nuk e di, secili e gjykon vetë për Ti një thua s'ka mirëqenie më të fëmijë. mirë. A ka dasma këtu? A martohen këta njerëz apo? Ka dasma, po ka ikur rinia. Edhe ata që mbarojnë shkollën e mesme, ikin edhe në qoftë se nuk shkojnë jashtë shtetit, shkojnë në qendrat e populluara, Tiranë, Durrës, punsojnë andej. Edhe këtu që s'ka. Çunat e zonës këtu, pse nuk martohen? Edhe të kthehen prapë në fshat punojnë. Po s'ka, mëse do jetoj këtu. Këtu toka është mbi ujë, s'ka në një këshedi. Këtu prodhohet grure e misë. Grure e misë s'ka më, do ujë misri. Gruri s'ka, s'vjen as ato kombajn, as gjës. Ka kushtet vështira, nuk janë kushtet. Sa po na ka shar kameramanin edhe është mashtrues sot. Pse të ka mashtruar Ganiu, ma thuaj çik. Thuaj publikisht. Shkrepe. Jo, bë shaka me atë, se e një shumë kush është. Shishi, pas ka futur edhe mik. Me qa merrni këtu? Qa me punë të përdit që punë të fshatit. Si ju duke fshati? I mirë fshati. Kush e bën të keq? Të keqen tani, Se çfarë do dohet ti të bësh më mirë? të mirat nuk kanë fund, po
Unë jam i kënaqur për fshatin tim, për vendin tim. Dua gjithmonë të rritë jetoj në vendin tim. Po si ecuri e fshatit si po shkon? Po, deri diku mirë. Me përshtim që na mungon një rrugë automobilistike. Gjëra tjera po thosha. Çfarë të keq ka sjell rruga për shumë fshat? Po, si ta them, me keqja rrugës ta nisim nga çiftet e rinj që u mbyll shkolla, na erdhi shumë keq, shkolla jonë mori fund, ka patur shumë nxënës, shumë zhurmë fshati. Njëri s'kam ku të punojë, tjetri s'kam ku të shkoj, njëri s'ka rrugë, tjetri s'ka punë, i kanë gjithë larguar. Kjo është një këman alarmi drejt çfarrosit të fshatit, do të thonë. Po. Sa vite ka ndërë shkolla hapur? Shkolla e hapur sa vite? Unë të hapur e maj mend shkollën. Që ke lindur jo? Po. Mos flas për kohën time, po të flas për kohën e fëmijëve të mi, para 10 viteve të paktën, shkolla jonë kishte afërsisht 100 nxënës. Pra edhe pse këta e trumpetojnë më të madhe që thonë që Shqipëria 2030 ne do ecëm përpara, kemi rritur numrin e nxënësve, kemi rritur numrin e punësimeve, kemi rritur rrogat, pensionet, gjitha. E nga ana tjetër jemi para faktit që S'janë të njëjta këto. S'janë, si ta them, fshati jonë është fshat malor, fshat larg qytetit, fshat. në krahasim me fshatrat e tjera. Mund të ketë fshatra të tjera që mund të jenë shumë herë më larg qytetit dhe fshatra të tjera që janë më larg qytetit në zonën tonë, po thoshë s'ka njerëz fare mo. kanë janë fshatisë. Po, komplet, janë bazit 100%. Kush është sekreti që ju ende mundoni që ta mbani fshatin gjallë? Po si ta them, dashuria për fshatin. Fëmijët tuaj këtu i keni? Jo, Kanë ikur. kanë ikur. S'ua ke përcjell dashurinë atyre? Po, si ti mbaj? I ka përzën sistemi apo Po normale puna kushtet, drejt për drejt lidhe me sistemin? me sistemin. Rofsh. A ideali është komunist? Komunistën. Po. Dem pa dem. Jemi në demokraci. Se kush ka mendim edhe ti? Këtu jemi në demokraci. Se kush ka mendim edhe ti? Ka, Eksist- komunist. A jemi njerëz? Kush është mirë, komunizmi apo demokracia? Ha? Demokracia apo komunizmi është mirë? Ka, demokracia. Ha. Je i lirë, komandon vetën. Ka, të ka. Fshati ku ka qenë mirë, komunizëm apo demokraci? Shiko, fshati për shkollën për këto, ka pas të gjëra të mirë. Mos i masim gjitha gjëra, të kupton. Themi edhe ato të mirët dhe të këqijat. Pra komunizmi ka qenë më mirë. Komunizmi ka qenë për shkollën, ishte populli këtu, njerëzit u larguani me, i man të lidhra. Sot janë lirë njerëz. Ti ku duan. Jo e ka thënë qeveria se do ikin të rinj. Unë kam qenë 16 vitën. Në halli, në ekonomia, Ike. njerëz. U ktheve prap. U kthej pra, i me ka moshin, Erdhe këtu. Në vend tim. Se si kemi në një vend tjetër? Ë? Se si kemi në një vend tjetër? Pa do të thënë ndërton këtu, e kupton, shpezon. Ndërton, unë kam pedhur 80 herë shtëpit. Aty tham do rrim këtu. Ja vleti? Ë? Ja vleti? Nuk kam vleti, për moment. Kalamania gjithë, në? Për moment shpezon shumë. Po si unë gjithë shati ka ndërtuar. Mund të kenë ja 2 shtëpi, të tjerët janë ndërtuar shtëpi të reja komplet. Po do kthej edhe brezëri, pastaj do kthej në ditë. Tu bëjmë vesh moshën time, do vinë dha vajnë ditë. Besoni këtë gjë do kthehet vërtet brezëri? Janë keq të dorrim pas Kalamanjës. Do i futin shkolla, ne. Breza sjell brez. Breza e vështirë. Është e vështirë. Kthehen. Do vinë na vizitojnë në një kështu, si miq edhe e vështirë. Mbyllja e shkollës ju mërzit? Po shiko, e mërzit rrosha se ja ikën kemi 3 familje që ikën Gramsh. Po marrë shpi me qira, për punë Kalamanjën, të lim për shkollë. Pse nuk e thoni fëmijëve tu që hajdeni ktheuni në fshat, ktheuni në vend lindje, investoni këtu siç investova unë. Shiko, ne jemi fshat pa ujë. Po s'pa të ujë, unë kam 500 euro në mullinj. Edhe sot qesha shikova ne, do vi gjuna të shikosh. 500 euro në mullinj. Po. Po të kisha ujë, edhe çuni ktheshtu. Një që unë kam dhe çuni më të ktheshtu, mund të rinë. Vajnë ullit të haken e bio. Bija dhe se vjetë shitëm, patëm me bollë, ikë shitëm. Se vjetë së rashi, thonë 4 muaj për rashi. Qa dhe? Po të keshe ujë, rronë dhe këtu. E gjithë frutikultura këtu varet nga shiu. Në shiu, në natyra. Qa mirë zakonisht? Ullë një kam unë. Këto rrafsh me këtë? Këto rrafsh? Këta asnja. Nuk merë. Nuk Në zhurën kështu vërtet? Ska të bërë, se ku shikon halë dhja. Nuk, ku shikon të rëzina dhja, nuk ka asnjë problem. As vjellë, as gjë, ku shikon të rëzina dhja. Mi mjesë, mi mëroma, s'ka njështë më, pesonisë ka njështë.
Na vina një këta çurë në çurë, na kënaqen, gëzohem dhe kaq. Ore, ka ardhur diella ndonjëherë këtu në fshatin tuaj? Diella është një fantazm, çfarë diella? Çfarë diella? Është, jam verë mua, çfarë diella? Shteti. Ti tendrat, mos ketë vide, mos ketë gjëra kështu. E çami, ka vide. Pepe, gjithë kjo rini që ka ikur nga fshati juaj mund të shkonte një i mirë atje në vend diellës. Ne bëm letrat për na udhëjnë për pend, marrim lek që kemi marrë. Pse? Pse udhën? Kush i vëllë? Kush i vëllë? Diella? Jo, diell. Tjertë. Para diellës. Sa të vi diella që të marrë pushtetin e plot? S'to ketë më vjetë. Se pra të punë do jetë. E ne të jemi në botë në tretë. S'ke që është thonë. Të dy anë të jatë mirë. Dhe demokracia ka si i lirë shumë. Mirë pafshim gjithat mirat. Ke demokracia e lirshme në e bëshatisi fshati. I ka të qilë. Ka demokracia. Që kemi mirë komunizm. Në? Më prapë e o. Shika. Dhe e përdorë që të për? Demokracia është më mirë. Po, demokraci tamam, jo, demokraci... Të s'po gjejmë tonë, është tamam apo jo? Nuk është tamam se ka fajin në partit. Të dyja. Duhet vëm punë kjo? Të dyja kanë fajt, mos themi se njëra tjetër. Kush është më mirë, Enveri apo Rama? Çka? Enveri ka pasi luftë klasë. Luftë në klasë? Mos të bëj luftë klasë, ti hapur me botën, do ishim shumë mirë. Kurse ky ka luftën e tenderave. Tenderave. Si që shifni, pas shpinës tonë është fshati Lopinjës, në një tjetër kënd tani më, dhe banori i fshatit do na flasi më tepër për historinë e këtij fshati. Si e mban mend ky, si ka qenë fillim dhe si po ecën jetesa, me ça merren këta njerëzit tu, frutikultura që kanë. Si që përmendëm pak çfarë, domethënë që fillimisht fshati ka pas 2-3 fise këtu brenda në fshat. Të cilat janë? Cilat janë sallajt kanë qenë, Toçila, Boçi, pra këto mbiemra. Çekrezi, që jemi ne, po ka qenë një shtëpi tek. Çekrezi keni qenë ju një shtëpi tek. Po ka qenë një shtëpi tek. Pastaj sa sot janë shumë, mund të janë 2-13 shtëpi. Janë të 13 këtu? Apo kanë ngellë prapë një tek? Jo, janë si familje, domethënë janë, por që mund të bëjmë diçka deri para 15-20 vjetësh, vetëm nga çekrezat mund të kenë qenë, po them 100-120 banor. Sot janë vetëm moshat e treta që arrin. Dhe gjithë rinia, domethënë, ose mosha ime dhe pak më të mëdhenj dhe pak më të vegjël janë gjithë larguar. Pse kanë ikur valla? Pse kanë lënë fshatin? Po shumë arsye, një është ndër më kryesore, ka disa faza që kanë ikur, shumë mbas viteve 90 ka qenë ikje jashtëzakonisht e madhe e rinisa asaj kohe e para, që kanë qenë kryesisht, zona jonë ka qenë drejtuar kryesisht drejt Greqisë. Me ikje të vështira, me ikje në këmbë, në përmale, në përkështu. Sot janë rehabilituar. Faza e dytë pastaj ndodh mbas vitit 2010-2012, është faza. Po kjo faza e dytë ishte mbase nga fazat më të rënda, sepse mbas këtij largimi edhe martesat në fshat janë shumë të pakta. Nuk e di pse ndodh kjo, domethënë ky fenomen, ky lloj trendi. Trend që vajzat nuk duan të vinë të martohen në fshat? Fakt është që djem, ka shumë djem të pamartuar në... Sa djem mund të bëhen në fshatin e Lopinjës pa martuar? Simbas, për koincidencë, njëri nga banorët i kishte numëruar, ishin rreth 45 djem nga mosha 25 deri në 45 vjeç. 45 djem të pamartuar. 45 djem pamartuar. Mund të ketë shumë arsye, një nga arsyet është që... Pra nuk po jemi arsyeve personale, por ajo ça bie më shumë në sy. Fenomeni është që ka një numër të madh djemsh të pamartuar. Të bën largësia larg qytetit, vajzat duan të rrinë qytet. Po ka dhe djem që jetojnë në qytet, domethënë që edhe prapë janë të pamartuar. Rruga nacionale na Gramshin Berat ishte funksionale. Sa fshatra lidh? Pra flasim kryesisht pjesën e Gramshit. Atëherë nga qyteti i Gramshit deri në kufi me Beratin janë
4 fshatra gjithsej. Deri në kufirin me Beratin, po. Nga kufiri i Beratit deri në qytetin e Beratit mund të jenë besoj 4 ose 5 maksimumi fshatra, që bin total rreth 9 fshatra, domethënë që mund Për shkak të një rruge, thuaj se janë drejt degradimit total. po sidomos kufiri mes Beratit edhe Gramshit janë rrugë të paksesueshme, domethënë nga veturat nuk ose janë të paksesueshme. Motori, jo. Pikërisht. Si ka lindur si fshat? Atëherë siç e thash, domethënë ky ka qenë një fshat i shpërndarë në disa lagje dhe që bëhet fjalë mbas luftës së dytë botërore për shkak të politikave të kohës u grumbulluan në një zonë të vetme, pra siç është kjo zona këtu, në mes të cilit u ndërtuan të gjitha këto komoditetet e kohës, pra që nga qendra shëndetësore, zyrat e këshillit të kohës, magazina drithi, zyra telefonike, gjitha komoditetet e kohës, domethënë, dhe në qendër të cilave ishte shkolla. Në fillimisht shkolla ka qenë në shtëpinë në një prej banorëve, të cilët ne do shkojmë ta. Pra një nga banorët hapi shtëpinë dhe bëri shkollë në drejtim të dijes. Shkolla e parë që është hapur në Lubinj është hapur në shtëpinë e një prej banorëve të fshatit, pra. Çfarë viti? Po do të ketë qenë basi nga viti 45-46, 1945-1946. Mbas saj, do ta vizitojmë këtë rënojat e kësaj shtëpie. Mbas kësaj u hap shkolla 4 vjeçare, e cila ka funksionuar deri në vitet u kthy pastaj në shkollë 8 vjeçare deri në rreth viteve 75-80. Në vitet 75-80 është ndërtuar shkolla që duket atje në sfond, e cila funksionoi deri në këtë vit që jemi, pra deri në 2025, pra u mbyll viti akademik 2024-2025 dhe për vitin akademik 2025-2026 kjo shkollë më nuk funksionon, pra u mbyll për shkak të numrit jo për shkak të numrit të ulët të nxënësve, por për shkak se nuk ka asnjë nxënës që mund të regjistrohet. Për shkak të gjithë këtyre infrastrukturave që ne thamë, rruga, martesat, ike masive dhe mosardhje nuseve në fshat. Është një fenomen i tillë, pra nëse ne janë numëruar në fshat 45 djemt pa martuar, pra nëse secili prej këtyre do kishte qoftë edhe një fëmijë, do të thotë 45 fëmijë që shkolla ishte totalisht funksionale, domethënë, kupton. Për shkak të këtyre gjërave, domethënë shkolla këtë vit u mbyll. Pra, për këtë vit s'kishte fëmijë, 0. Për këtë vit nuk kishte fëmijë dhe çështja është se kjo është në kushtet e tanishme është diçka e pamundur që kjo të rikthehet dhe të rihapet. Çka do të thotë që është fillimi i një rrugëtimi drejt degradimit total të kësaj zone, pra. Le të themi që i vetmi fshat që kishte. Do të kemi parasysh që për 20 vitet e ardhshme këtu nuk do ketë më rini, pra. Se nuk ka fëmijë sot në klasë parë, nuk ka fëmijë që lindin, pra fëmijë 1 vjeç, 2 vjeç nuk kanë fshati. Po të bëjmë një panoramë përgjithshme të fshatit, disa janë me tjergulla të kuqe që janë të reja, investimet e fundit që janë bërë, ka dhe shtëpia të cilat janë akoma me rasa guri. Ndodhi një fenomen të çuditshëm, në fakt, të gjitha shtëpiat kanë qenë me rasa guri. 15 vitet e fundit, të gjitha banesat, po themi 90% siç duket, domethënë dhe në sfond 90% e infrastrukturës private, pra banesat u rinovuan totalisht. Ka prej shtëpive që janë bërë 2 kaçe, 3 kaçe, pakash në disa vende të caktuara. Kështu që banesat janë totalisht të reja, domethënë. Bosh. Por bosh. Këto janë funksionale, kanë nga 1 nga 2 persona për moshë e tretë. Nuk është se janë shtëpi të rënuara, të braktisura, por që trendi është që këto për një kohë të shkurtër do braktisen, sepse thamë që janë mosha të treta. Më bëri përshtypje kjo pse quhesh Pusi këtu. Atëherë në këtë vend këtu janë disa kaldrëme akoma aktuale. Këto atje. Janë disa kaldrëme të vogla, ka qenë Pusi i fshatit i periudhës mesetare. Në këtë vend këtu ka qenë një vend qëndrimi i një segmenti rrugë mesetare që fillonte nga Prenjasi nëpërmjet disa fshatrave, kalonte një rrugë e shtruar me kaldrëm. Kalonte në fshatin ton, në këtë vend ishte Pusi i fshatit një vend ndalimi për njerëzit për kuajt,
Edhe vazhdonte rruga deri në lumin Devol, pra atje përfundon kjo rruga me kaldrëm. Gjurmë të së cilës janë përgjatë gjithë rrugës. Po, sa i përket periudhës... Prapa shoh që keni bërë dhe një çezëm tjetër atje. Atëherë, këtë çezëm e kemi bërë ne si banorë të fshatit, u mlodhëm në djem të rinj me rastin e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë. Ne dëshëm të lëmë një shenjë për me atë rast dhe ndërtuam. Ajo është çesma që e keni bërë ju si çunat e fshatit, le të themi, për çunat e fshatit, shkuam në për prejnë e fshatit, mblodhëm këto gjithë këto gurët. Këtë gurin e kuq unë desha që e kemi dhënë vetë. Ky është guri i Korçës, normalisht, i rajoneve të Korçës, është guri i kuq i Korçës, e morëm e gdhëndëm dhe dikun, po. Kjo është emërtimi çezma e Lubinjës, edhe kemi shënuar vitin 2012. Jo, më bën përshtypje pse pikërisht keni shkuar dhe keni marrë gur Korçe, për ta lidhur pak edhe me kalvarin e vjetër. Jo, kjo është thjesht për çështje estetike, për t'i ndryshuar ngjyrën. Guri jon quhet, ne i themi guri egër, është gur proj, është shumë i vështirë për të gdhëndur, dhe është ngjyrë gri, pra siç duket, është një lloj shtufi, po shumë i fortë. Dhe guri Korçës është guri i kuq, thjesht desha që t'i ndroj vetëm për t'i ndruar ngjyrën. Atëherë. Atje tani ishte pusi që ndalonin këto karvanet. Ky ka qenë pusi qendror i fshatit. Çfarë viti bëhet fjala për çfarë periudhës mesetare 250 vjet më herët. Edhe në vazhdim, pra deri mbrapa pasaj keni bërë, ka qenë një çesëm tjetër. Në fillimin e rindërtimit ose e rindërtimit fshatit mbas luftës dytë botërore, çdo lagje kishte çezmën e vet, pra me ujësiellës. Merre ujë nga mali, depozitoi në depozitën qendrore të fshatit dhe shpërndahej nëpër çdo lagje me çezma me rubinet, pra çezma, kush kishte nevojë shkonte mbushte ujë, ikte në shtëpi. Një prej atyre çezmave ka qenë këtu. Po u prish me kalimin e kohës, ishin me struktura betoni dhe në atë vend ne në vitin 2012 ndërtuam këtë çezëm. Tani jemi duke shkuar në një pikë tjetër që ka Lubinja, përveç shkollës dhe gjithë ato që kemi folë deri tani, do të shkojmë tek çfarë ishte gurza. Çfarë është gurza? Gurza është një burim natyror, cili është ndërtuar me gur nga banorët për ta shfrytzuar për ujë. Puron ujë aty? Po pra. Gurza është burim, por gurz merr emrin nga punimi me gur që është bërë nga banorët. Pusete që puron ujë dhe është grumbullues ujë. Po. Dhe cila ka qenë si një vend takimi dikur, pra lidheshin lagje të caktuara, por kjo lagja jon kishte këtë gurzën që quhet gurza e Luçkës. Shkonin lanin rroba, mbushin ujë për të pirë, aty bëheshin ujë për të larë, bëheshin muhabete, aty gjuheshin, gjuheshin, ngacmoheshin, rrinin domethënë, pushonin. Ka qenë sistemuar me gur, me govat për larjen e rrobave, kupton, me gjitha. Aty ka qenë lokali lagjes më përpara ku njerëzit e përdornin si një lloj mbledhje për të bërë thashëtheme. Po, kishte edhe diçka për të bërë, patjetër thashëthemet ishin gjëra kryesore. Ari mbahet për thashëtheme. Edhe rrugët nga shtëpitë deri tek gurza kanë qenë shtruara me kaldrëm, pra kaq të rëndësishme kanë qenë. Kjo rruga këtu që po kalojmë ne. Kjo ka qenë shtruar me kaldrëm, ka pas edhe një rrugë tjetër dhe ajo është shtruar me kaldrëm. Tani normalisht kanë kaluar shumë vite, ajo është rënuar, por që do shpresojmë që ta restaurojmë dhe një herë ta sjellim pak a shumë. Po siç keni bërë çesmën e fshatit, shpresojmë janë disa elemente shumë interesante të zonës. Nëse vjen deri në Lubinj për të parë diçka, pra këto janë gjërat interesante që mund të shikohen. Normalisht ka nevojë për mirëmbajtje, për restaurime her pas here. Do zbresim dhe 2 minuta, 1 minutë, 2 minuta dhe arrim në destinacion. Nga të kaloj unë tani? Gjejmë ashtu.
Dhe vinin me enë, me kazana, me kusi për të marrë ujë këtu apo jo? Do të kemi edhe diçka parasysh që dikur nuk kanë qenë henat siç janë sot plastika që janë të lehta ose Ka qenë me bakër e me ka qenë me bakër dhe me bronz ose më herët kanë qenë edhe më të rënda prej balte. Pra shtoma prej qeramiket, pjekur. Do ta ruaje dhe mos thyesh. Bucela druri që ajo domethënë mund Bucela, ç'është bucela druri? Bucela janë enë për mbajtjen e ujit. Kameramanim duke se s'po na kap dot. Enë për mbajtjen e ujit, por që janë prej lëndë druri, pra bëheshin prej druri. Si jeni, mire? Lagat në kopsht. Ky është uji gurzës, po kjo s'është gurza. Kjo ka shumë ujë, është marrë me... Domthon kjo ka shumë ujë, normalisht kjo ka shumë vite që nuk shfrytëzohet jo, është këtu. Ka shumë vite që nuk shfrytëzohet për ujë të pishëm. Kjo zonë dhe banorët e zonës e kanë marrë secili për nevojat e veta për të vaditur këto pemtari të... Dali gjarë përi. Këtu ka atë... Po ku ka ujë atë që ka? Jo, kjo është devijuar ujë. Kjo nuk e di se është nga djegje apo jo. Po... Altin. Kjo është e pjesa që derdhe ujën. Këtu është govata prej guri. Ne të shim marrë një, po është largë, të shim marrë një kasën. Kjo ka nevojë që të restaurohet, normalisht. Por që kushtojnë dhe ne që kemi mundur vetë, si djemë të fshatit, jemi mbledhur her pas here, kemi hedhur financat aq sa kemi mundur për të restauruar në një gjë. Siç ishte çezma të lartë. Siç ishte çezma. Pusi ka nevojë të restaurohet. Janë elemente shumë të rëndësishme të identitetit të zonës, domethënë. Aty çfarë ka? Ky është guri që sjell ujin, po pra. Shiko tani, kjo është govat prej guri komplet poshtë. Andej është me kaldrëm komplet rreth e qark. Thjesht është mbuluar nga barisht, pra se është funksionale. Kjo është me mur prej guri komplet, domethënë. Ky është guri i cili sjell ujin. Shiko. E kupton? Ja, thjesht është e veshur nga myshku. Është guri i padëmtuar fare. Thjesht është veshur nga... Është e bllokuar në brenda tani? Është i bllokuar sepse ka shumë vite që nuk përdoret, po ka tubacionet aty lart. Ka tubacionet prej qeramike. Prej qeramike. Do t'ju tregoj edhe diçka, kjo ka një legjend se si ç'është kjo gurz, pra. Thuhet që një grua pati ngelur, pati vdekur burri në fshat. I patën vdekur dhe djemt ose kështu dhe pati mbetur e ve, pra pa njeri dhe në shenjë që të mos si humbiste emri fare, si thuash, si fis pati ndërtuar këtë Në shenjë kështu mirënjohje ose për të lënë diçka mbrapa. Për të lënë diçka mbrapa, po. Pati ndërtuar këtë gurz. Po kjo është shumë e madhe, është se janë gurët e tij, pra është komplet e punuar me kaldrëme, me gur dhe këtu është govata prej guri poshtë. Më thjesht është mbuluar nga barishtet. Edhe Sa viti mund të ndërtuar kjo? Ti kështu e ke gjetë? Po kështu e ka gjetë stërgjyshi ime. Ajo çfarë dim ne nga historia janë vetëm gojdhëna, pra nuk është se kemi, ne nuk e dim se kush është ai personi që e ka ndërtuar. Pra, pak a shumë edhe pleqt e fshatit Lubinj këtu, kështu e mbajnë mend. Po të gjithë, po, patjetër. Kjo e ka kryer funksionin, kjo ekziston edhe sot, domethënë. Po kjo deri në momentin kur erdhi uji nëpërmjet tubacioneve erdhi uji nëpër shtëpia, kjo ka qenë funksionale. Po, nuk e di emrin e gruas cila e ka ndërtuar, sepse nuk ka shkrime, derisa nuk ka shkrime, po nga gojdhona është që ka qenë një grua e vetme, pra, një grua pa njeri që e ka ndërtuar si një shenjë për të trashëguar emrin e familjes vet. Uji është ku është ai figu i egër aty, është burimi. Është burim shumë i madh, domethënë furnizonte një lagje të tërë. Është devijuar, pra. Uji është aty, po është devijuar me tuba që e përdorin banorët për nevojat e veta. Edhe unë kam mbushur ujë këtu, pra
Pra deri në vitet 90 nuk kishin frigorifer në shtëpi, edhe për të marrë ujë të ftohtë. Nga shtëpia vinin mbushnin ujë të ftohtë, kupton, dhe ktheheshin në shtëpi. Bukur kjo, unë ja bojnë ndajke, tak. Lëngjo, jemi shtet ne, si jemi shumë do shok. Jemi koka ne. Pas bora unë shembull. Kush e bën ligjin në shtëpi? I boj gratë, tashin gjë. Si lig fshati bëj unë, si lig shtëpi bën kjo. Po bëllë si trim fshati. Ti që ke trim fshat? Jo, për fshatin bën kjo, po që unë. Kurse kjo do bëj për shtëpinë, më thonë mua këtu. Tu, s'ka nga do të ri mbajsh, këtu ndryshe. prap me njerë. Ja, shu është kjo, tradita. Dale, se ju se dia, keni lafe kështu? Ja, shu janë, shu. jeni Edhe nga ne ka të jesh me anë. Ja, qeshe po, ke nga tres. Po pata, ai pyet. Ai pyesin E drejt. zi kemi ikur Po sot. di unë. Me dajak. Nxen si mi përgatitur në shkollë, edhe fillon të piktua çik thuaj. Ky. Edhe i ktheshin të bosh talent, dhe vërtet bo talent. Edhe kemi përnder, që kemi djalë në nderon Tiranë dhe ai për fshatin ton bën shumë krasë sakrifica. Është edhe Allah i boft, gjithë ato tabelat patiu, ta i kanë borë, edhe po fillojnë prap, po bëjnë histori e fshatit, gjithë. Nusën e ka marrë të fshat me dashuri. Nusën nga fshat. Na fshati është kjo, është mund kryet fshatit e ka e mirë. S'ka me qenë atë se dini ju. Sa do të rikthesh kjo? Unë isha bërë të keqe. Se u dënuar daja për program politik, daja im, në kohë në 72, 74. Ama pritë, po... Ti theu dhën. Po real ma. Edhe brinjë. Ne. Edhe s'ma ipni moda. Kjo ishte komuniste, ishin në familje komunistit ta. Edhe unë e donja, se punoja në kuzhinë atë, në kuzhinier, po ashtu fund atë kuzhinë kishte ose Almonja njerëzit, po me Terezi më kontrollonin. Po punoj, isha punëtor i mirë, po punoj. Ne ta 6 vjet atje unë. Atje një faktë, e mora, po ata s'donin, më rrmeva, kështu me dashuri. Rrmeve. Rrmeva. A do doje që edhe çunat aktual që janë këtu të bëjnë një veprim? Po tashi nëse dashuria nuk ka kufi. Edhe do japsh. Ata se ipin unë rrmeva, çfarë? Ishe vendosur. 7 vjet njelëm pa futur brenda. Në 90-ën, ku prish sistemi, se në të 5 në martova unë. Në 91-shin, që ashtu, sistemi, e o panqës... Kur rrëmbeve ku e qove? E qova në Tiranë. Në Tiranë? Në Tiranë atje, madje aty 2 ditë atje në hotel të Dreni, ka qenë. Pastaj erdha, ne të aty të ngam se vllai i tjetër atje. Familja jote e dinte? Po, gjithë familja vetëm ata, edhe ata dinin, po s'donin, e fshen ata në sa ditë, shu. Pastaj rrëmbeva, edhe kalova jetë, pastaj bora 5.000. 4 çuna në gotë. Qetësuan pasi rrëmbeve? Çunat kanë ikur, gota është në femëri përgjithshme rreth shkollën 9 vjet. Në Tiranë. Edhe ngelëm në 2 pleksës. Të dy me të. Por rinia sot ma duket e guximshme. Pastaj më zgjollën krye plak fshati, kam 2 mandate. Hallet e popullit janë ndryshme. Atë duket rinia e sot me kryesisht në zonën këtu kaq e guximshme sa që keni qenë ju në atë kohë? Çfarë bën ti? Ne bëmi sakrificat më dha shumë. E punomi, vinde për shembull atje në orën 6 ai kooperativi ishte. Ai 7 do në punë, sikur ishte 7. Domun punë shteti. Po shteti ishte kooperativi ishte, po do në rregull, disiplinë. Sot se merr dot njëri guximi të rrëmbej një vajzë. Unë ku vinja aty kona fal për shumë, rrinja aty babaj, ne ishim 4 fëmijë atje. Një çik bëmi zhurmë më shumë, ai kapte mashën dhe ja bënte pam nuk fliste. Pam ne ndim, oj masha. Edhe hop dhe gjithë ne rrimim. Po realisht i dhononte babaj? Nuk u dhononte, po kishte një diçka respekti. Po mbamën ti ndonjë rast si ata mashë ta përdorte? Po kishim diçka. Kurse me çunat me ata shumë janë ata, unë kam frikun. Do nuk ka ndryshuar rastisht. Nuk sa ta them me ndëgjeje këtë jo për shumë, po se ju jeni 3, çuna 3 dhe mosha fëmijët mi, po ne kishim respekt veçantë për prindit. Edhe respektohemi dhe plaku domthon ku ka vdekur plak isha 13 vjeç. 13 vjeç kam qenë. Po e ndije si sot, atë dëshurinë edhe sot e kujtoj. Edhe nëna ndiq, ka një 10 vjet tash. Po unë i mata prindit, se ai vllai i vogël iku në kubet, plaka iku në Peqinë, e çoi atje me shtëpi atje, unë e mora këtu vdiq. Sipas edhe kam thënë që bëjmë respekt, po këta fëmijë vallai besoj sot se nuk u ndiejnë atë dashurinë që kemi patur ne. Se hynë në shoqëri tjetër, kupton? Duket sikur ata e kanë një farë tjetër respekti. Kemi thënë disa herë gjatë gjithë dhe dashuria largon se po largua fëmia, largo dashuria. Po sa të kesh tu, ka një diçka tjetër po. Mirë, them që i dashuri është, nuk po them se s'kan. Në fshatin tuaj këtu, në Itali, ai mbi latë që atje më.
Se unë e bëja për im në zemra, kam bëjë ndryrë, një që qëta jo. Valvën, kronalën për borën për valvën. Ndra valvën edhe a i thot, mos i me la desa vdesot, i lesë e kena mua. Kam, djallin e kam Florida. Edhe çdo gjë e bosë. Se bisedë ishe e bukur me pjesën e rrëmbimit. Mos ma kujto. Nga gjitha këto intervistat që kemi dhënë këtu në këtë. Ajo historia ime është rrallë se ditë gjithë fshati po. Unë ata dolën për të marrë. Dolën e 6 veta. Unë po vinja në Tirana në Gramsciane, që kështu ata i dhanë sinjalet që po vinë, e dolën 6 veta përpara për të marrë myrë. Me vend këtu tek shtëpia e këtij po poshtë, është një rrugë kombësore. Ne sedimi, ne ishim atë në qefin tonë, ku ai pam në të gjashta, para. Çat bonja, visha vetëm filli. Ja ti vjen ti sa mua, pse ke marrë gocën? Tash unë donja, më donte e mora. Ishte 5 vjeç. Po a diti se kam rritur me sërrim me sa unë. E di tash po. E pa atë sa ti kolak muti sa të marrë sulsën time. Mu bora kështu. Jo, tash gjithë tjerë jam dhënë tash. Pse daja im tash më pyeti mua boja të veprim. Po buran politiku dënua, domon. Hiç asnjë gjë po. Mëse ashtu i koha. E pa unë da marrë, sot në merë. Qofse ajo nuk ka marrë me zorë, merë. E kapën gozën da e futën mes, se është histori gjatë, po, pa i bjeshkutë. Edhe unë shtanë nga vend, e morë. Mi pa aty këshim madhe një djellë me vete. Një mikë, pas miku, do më Bërgjanaku, vlej Bërgjanakut. Ma mje mua t'jepja ti, se ishe komuniste. Aty shë meri mirë, kur tha unë dhe fut kraun. Thash nuk e fut do të kraun, ko fom do bëhemi të dy. Jo unë e fute, edhe e futëm kështu ne, për historie. Edhe fillum pastaj i diçka aty, pastaj u zomë, ata më gotit unë isha vetëm. Si përfundim, kjo iku, shpëtojnë ata, heri shtëpi, unë prapa asaj, ata u plagosin qik kështu. Në të drejtën, nga një qej tragedi, qej film. Dhe kështu që koha atë edhe, nuk pa them, edhe ndoshe, po tash po gjenë ata. Po pra të po them. Sa atë neve, bravo, ata i mirë po gjenë, kurse neve kishim atë. Gjithta djem këtu rreth 40. Atë koha e politikës, domethënë që ishte kështu, kurse sot nuk po gjenë, nuk vinë fshat. Si ta thash atij. Pse nuk e vën funksion të siç keni ndjekur dhe ju këtë rrugë? Po nuk vinë sepse ata janë me tjetër shkollë, me tjetër ashtu. Jo me ne bish spate. Me tjetër. Ta kupton. Keç ke me këtë me ne s'ke punë. Po nuk i fut me këto e më. Po i merë thjesht. Po i merë, po ai do shkurtonje. Me muaj. Dgjoj këtu. Edhe ta marrë se më të bie shkutur. Fëmijët tash, mua gjithë fëmijët po thosh kanë me dashuri ka marr. Po vetë. Edhe si kanë prishur qefin as unë as ata. Vetë kanë kryer jetën, vetë ashtu. Bile një dy veta kanë marrëveshje mos marrëveshje, kanë ndarë, kanë marrë tira prap. Domthon është mirë sot, është e lirë. Kurse ne te domi këtë dhe këtë dhe ishim, s'ka ati. Pa ne themu që kanë dëshur kohat. Rinia, mblidhi mendje siç e thotë edhe zonja, mblidhi mendje. Unë ta tregova Si mblidhet mendja? Ne mblidhet që ti ta mash gruan mirë. Hajde gëzuar, nisë na herë në shtëpinë tona. Edhe kështu qoftë këtu me të besoni dhe të kujtoni historitë tona. Edhe shumë faleminderit. Janë histori shumë bukur. Jo, nga kemi ardhur ne dhe gjithë ata që na ndjekin duhet të ndjekin gjurmët tuaja për sakrificat sepse me këtë mendje që ka Renia sot ka për ngel fshati bosh. Miq, përveç se asaj zile simbolike që bëm, kemi dhe një gjë shumë interesante që Ganiu ka qef ta bëj në mënyrë simbolike. Cili është hapi i radhës që do bësh? Pra, ideja është që shkolla, domethënë në mbyll, por në këtë vend janë marrë shumë shërbime, pra, për shumë gjenerata kanë mësuar, shumë breza domethënë kanë. Pra, si godin ka një vlerë sepse këtu ka qenë fiks mëma e dijes. Po, është ndërtesa ku ne u mësuam, domethënë janë mësuesit prapë që ne kemi respekt, por kanë kaluar shumë mësues, domethënë nuk i mbaj mend që nga vitet e para, por që nga ka diçka se në vitet e para kur është ndërtuar shkolla, mësuesit vinin nga larg, nga Korça, nga Elbasani dhe bashkë me familjet e tyre jetonin. Vinin nga rrethet e tjera, qarqe të tjera dhe jetonin këtu në fshat. Po pra, është një kontribut i jashtëzakonshëm, duhet të është edhe diçka tjetër në 97-ën kur shkolla që ndjekur ndërkohë që kjo rindërtohej. Disa familje në fshat, shumë familje, domethënë
disa familje, pra hapën një dhomë të shtëpisë të tyre, kthyen në klasë për shkolla dhe nga 8 klasa që për cilat merrej mësim në ato vite, pra pjesa gjysma e këtyre 4 klasa, 5 klasa merrnin mësim nëpër shtëpiat e banorëve. Pra ky është një institucion dhe ato në shenjë respekti dhe mirënjohje. Në shenjë respekti si për këtë shkollë, domethënë unë thjesht doja në mënyrë simbolike të vendosja një flamur të ri, pra atë flamurin që është. Duke qenë se Ministri i Arsimit e ka lënë flamurin atë mëshirë të fatit. Pa e hyrë asaj, është një flamur që nga dielli është zverdhur, domethënë, kupton, shkolla është mbyllur, unë thjesht do ta zvendësoj me një flamur të ri, pra, një flamur me ngjyrë. Jepi. I vendosëm dhe shkallët. Ka që më të bukur sa të zvendësosh flamurin kombëtar shqiptar. Është një flamur që i ka prej kohës, domethënë i ka ik boja nga dielli, nga kështu kupton. Mund ndihmosh pak. Unë këtë do ta marr me vete, edhe pse është kështu. Do paketohet, kështu. Do muzeal. Po thënë kjo është gjëja më e pakat që mund të bënim nga ana simbolike për zvendësimin e. E rëndësishme është që të valvitet një flamur i ri, i pa dal boje, në shenjë solidariteti dhe respekti për gjithë ngrehin shkollë që kanë nxjerrë gjithë breza të reja, të cilët kanë qarë një jetë. Faleminderit shumë Ardel për këtë përpjekje të madhe që bëret në gjithë ato rrugë qatë që erdhe. Kjo ishte gjë më e bukur. Faleminderit. Shikosh flamurin që të valvitet shumë. Miq, nga shkolla Lubinjës, ju përshëndesim.